kuranor ku Zoti thot Kur'an: "Men amila amalan salihan aw dhakarin wal untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kush bën punë të mirë, vepër të mirë, qoftë femër apo mashkull, duke qenë besimtar, ne kena më dhënë një jetë të lumtur. E vepra e mirë është edhe kujdesi për shtëpitë e Allahut. Namazi, zakati, sadakaja, bamirësia, punë që ngrisin njeriu shpirtërisht. Sepse pejgamberi selam tha, Allahu e don pra durën që jep. A kupton ajo? Dhe ai që jep pra ai nuk është të dhon, po të marr. Pse dielli është i madh? Sepse ai e ndriçon, e rrezaton, i jep këtë botës ndriçim. Prandaj, ne sa më shumë japim, aq më shumë ndaj bëmi. Aq më shumë japim për shtëpitë e Zotit, kontribuojmë për to. Allahu na lartëson këtë botë dhe në botën tjetër. Pastaj është pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme, pra ajo ndikon edhe në aspektin spiritual, siç e thatë ju, edhe shoqëror, pra që e bën njeriu t'i largohet stresit, t'i largohet me dyshjeve, sepse stresi dhe me dyshimet vinë si shkak i pakqartësive. Pse unë jam kësaj ide? Shpeshherë njeriu ja pyet veten, për shkak të morr, ku po shkoj? E Zoti thot, ti ke ardhur këtë botë si